Shqipëria rrezikon të ngadalsojë ritmin e zhvillimit nëse nuk thellohet urgjentisht reforma fiskale, është ky paralajmërimi që Banka Botërore jep në raportin e ri për financat publike. Skema e pensioneve është një ndër sektorët prioritar sipas bankës, e cila po kthehet në paqëndrueshmëri nga kushtimi i raportit. Raporti tregon se ndonse reformat e viteve të fundit kanë forcuar administratën tatimore, të ardhurat mbeten larg potencialit për shkak të informalitetit, mos deklarimit të pagave. Banka Botërore rekomandon ndërhyrje të drejtpërdrejta, formalizimin e qirave afat-shkurtra, rivlerësimin e taksës mbi pronën, sipas vlerës së tregut, taksën e karbonit për qëmyrën dhe rritjen e taksave të duhanit në nivelin EBS. Ministri i Financave vlerësoi rekomandimet të Bankës Botërore, të cilët sipas tij do të ndihmojnë në hartimin e politikave më efikase. Kuadri fiskal që ndërton sot do të formosojë të ardhmen e Shqipërisë për deklaratën e ardhshme. Ne kemi përparime të rëndësishme, por kërkon reforma të thelluara dhe politika të koordinuara për të përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin e financave publike, deklaroi ministri i Financave Petrit Malaj. Në mbyllje, Banka Botërore thekson se Shqipëria ka njohur progres, por për të përshpejtuar konvergjencën e BE-s duhet disiplinë fiskale, reforma të qëndrueshme dhe investime më të mëdha të njerëzit dhe shërbimet publike.